Në ditën e 9 të muajit Dhul-Hijja është një ditë e madhe. Ky ajet i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Xuma, e cila ishte dita e Arafatit në vendin e Arafatit. El Hajju Arafa, haji është Arafat. Këtë dhikr, këtë dua, ditën e Arafatit le ta shpeshton besimtari sa më shumë. Është një humbje e madhe e atij njeriu i cili i ik dita Arafatit pa agjëruar. Për çfarë arsye? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi në ditët më të mira të gjithë vitit. Jemi në 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Jemi në ditë të lavdëruara, ditë të bereqetshme, ditë të rëndësishme, të cilat besimtari duhet të mundohet të shfrytëzon me ibadeten dhe Allahut Azza wa Jall. E që në këto ditë, pikërisht në ditën e 9 të muajit Dhul-Hijja, është një ditë e madhe, e cila është ditë e pakrahasueshme, e cila është ditë e pazavendësueshme, e cila është e lavdëruar dhe e cila është e njohur si dita e Arafatit, dita e 9 e muajit Dhul-Hijja, një ditë para Bajramit. Është dita e Arafatit, dita për të cilën Allahu Azza wa Jall u betua në Kur'an dhe tha: "Was-samaa'i dhatil buruj", pasha qiejt të cilët janë të mbushur me yje, "wal yawmil maw'ud", "wa shahidin wa mashhud", dhe pasha ditën e premtuar, dhe ditën e cila dëshmon, dhe ditën e cila është e dëshmuar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita e premtuar është dita e Kiametit, dita e gjykimit. Dita e cila dëshmon është dita e Xuma. Dita e dëshmuar është dita e Arafatit. Në këtë ditë, në të cilën Allahu Azza wa Jall mori besë prej gjithë njerëzve, prej gjithë shpirtrave, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall i nxori shpirtrat e bijve të Ademit alayhis salam nga shpina e Ademit alayhis salam në ditën e Arafatit. Në Arafat, dhe Allahu Azza wa Jall mori besë prej tyre, ju bani pyetje atyre duke ju thënë: "Alastu bi rabbikum", a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bala shahidna, than gjithsesi
ti o Zot, je Zoti jon, ne dëshmojmë për një gjë të tillë, tha Allahu Azza wa Jall, an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, që mos të thoni ditën e Kiametit, mos të thoni në ahiret që ne një gjë të tillë nuk e kujtojmë, i kemi dhënë besë Allahut Azza wa Jall, besë të cilën duhet ta mbajmë dhe të qëndrojmë me të deri në vdekje. Në ditën e Arafatit gjithashtu u kompletua, u plotësua feja Allahut Azza wa Jall. Në një ditë prej ditëve, një jehud e takoi Omerin radiallahu anhu, duke i thënë atij, o prisi muslimanëve, o udhëheqës i besimtarve, ju ka zbrit juve një ajet, si kur të na kishte zbrit neve, do ta kishim shpall fest. Tha Omeri radiallahu anhu, për cilin ajet mendon? Tha jehudi, një ajet i cili ju ka zbrit juve në Kur'an, ku Allahu thot, el jaume akmaltu lakum dinakum, sot unë e plotësova fen tuaj. Nuk e kanë këtë ajet, nuk e kanë këtë resh që ndoshta duket i shkurt me kuptim të madh, as jehudët, as krishterët. Sot e plotësova fen tuaj. Tha ju ka zbrit juve ky ajet, të na kishte zbrit neve, do e kishim shpall fest. Tha Omeri radiallahu anhu, unë e di kur ka zbrit ky ajet, ku ka zbrit ky ajet, në cilën kohë ka zbrit ky ajet. Ky ajet i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Xuma, e cila ishte dita e Arafatit, në vendin e Arafatit. Allahu ja zbriti këtë ajet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë të madhe, duke i thënë, el jaume akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sot e plotësova fen time ndaj jush dhe e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami. Allahu Azza wa Jall e kompletoi dhe e plotësoi këtë fe. Në këtë ditë, ata të cilët marrin pjesë në ibadetet e haxhit në ditën e Arafatit, të gjithë së bashku, në një pamje, në një veshje, miliona njerëz tubohen në Arafat për të adhuruar Allahun Azza wa Jall. E Arafati është kushti apo themeli kryesor i gjithë ibadetit të haxhit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el hajju Arafa, haxhi është Arafat. Ai i cili nuk prezanton në Arafat nuk ka haxh. Pra Arafati dhe kjo ditë e madhe ka një rëndësi të madhe për gjithë besimtarët, ata të cilët janë në ato vende, e lusin Allahun, e madhrojnë Allahun, i bajnë ibadet Allahut, e kështu me radhë, në një pamje madhështore. Të gjithë pa marrë parasysh, a janë të varfër, a janë të pasur, a janë të thjesht, a janë në pozita të larta, kushdo që të jenë, të gjithë janë në një pamje, në një shtresë të njëjtë, të përullur duke adhuruar Allahun Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Arafatit Allahu zbret dhe ju lavdrohet me lajkeve dhe ju thot atyre, çka kërkojnë këta njerëz, çka kërkojnë këta njerëz. Allahu Azza wa Jall ju lavdrohet me lajkeve, me besimtarët të cilët prezantojnë në Arafat. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall liron robër nga zjarri i xhenemit ma shumë se sa në ditën e Arafatit. Allahu i fal njerëzit, Allahu i mëshiron ata, Allahu i liron ata nga zjarri i xhenemit. Për këtë shkak, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që shejtani është më i nënçmuar, më i poshtruar, më i përbuzur se sa në ditën e Arafatit, kur Allahu Azza wa Jall i mëshiron dhe i fal robrit e tij. Ata të cilët janë në haxh në ditën e Arafatit
ka një mirësi të madhe prej Allahut Azza wa Jall. E ata të cilët nuk janë në haxh, e ne që jemi në vendet tona, ne a kemi ndonjë mundësi dhe ne a mund këtë ditë ta shfrytëzojmë me ndonjë gjë, ne këtë ditë mund ta shfrytëzojmë me shumë ibadete ndaj Allahut Azza wa Jall, e sidomos duke mos e lënë anash dhe duke mos e haruar agjërimin e kësaj dite. Agjërimi i ditës së Arafatit është shumë i rëndësishëm, me vlerë të madhe, me shpërblim të madh. Ai i cili është në punë, nëse është mundësia që ta merr të lirë, apo është mundësia ta shkurton orarin, apo të punon dhe të bën sabër, të agjeron, ato gratë të cilat bëhen gati për Bajram, me pastrim, me zbukurim, me ëmbëlsira, me gjëra të tjera dhe harrojnë ibadetin e kësaj dite, është një mangësi e madhe, është një humbje e madhe e atij njeriu i cili i ik dita Arafatit pa agjëruar. Për çfarë arsye? Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili agjëron ditën e Arafatit, Allahu Azza wa Jall i ashlien gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Sa është e madhe kjo ditë, çfarë shpërblimi, çfarë madhështie, çfarë mirësie për Allahut Azza wa Jall. Besimtari këtë ditë, e cila në këtë vit është ditën e martë, një ditë para Bajramit, është dita Arafatit, se cili i cili e ka mundësinë, le ta shfrytëzon këtë ditë me agjërim dhe me ibadete tjera, me shpresë që do të arrijnë shpërblimin Allahut Azza wa Jall. E duaja më e madhe, lutja më e madhe kësaj dite, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është duaja të cilën e kam bë unë dhe pejgambert para meje, është thania la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë dhikr, këtë dua ditën e Arafatit, le ta shpeshton besimtari sa më shumë, le të ban dhikr, le të ban dua, le të ban ibadet me shpresë që të arrijnë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson që këtë ditë dhe ditën e Arafatit dhe gjitha këto ditë madhështore ti shfrytëzojmë me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall të na pranon namazin ton, agjërimin ton, kurbanin ton dhe gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Lutim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i xhehenemit të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.